Duke filluar nga kjo e martë, bankat shqiptare do të fillojnë ofrimin e transfertave në zonën e vetme të pagesave në euro, SEPA. Mundësimi i transfertave në SEPA pritet të sjellë një ulje të ndjeshme të komisioneve të transfertave ndërkombëtare për publikun shqiptar. Sipas rregullores së miratuar nga Banka e Shqipërisë, në muajin shtator, nivelet maksimale të parashikuara për komisionet e transfertave të brendshme do të jenë të vlefshme edhe për transfertat ndërkombëtare nëpërmjet SEPA-s. Rregullori mbi tarifat e pagesave ndërkufitare në zonën SEPA dhe kushtet e transparencës parashikon që tarifat e aplikuara nga operatorët e shërbimeve të pagesave, banka ose institucione financiare jo banka të pagesave dhe parasë elektronike për pagesat SEPA dalëse nuk mund të tejkalojnë kufit e përcaktuar nga Banka e Shqipërisë për vlerat korresponduese të pagesave vendase në euro që procesohen përmes sistemeve të saj dhe përcaktohen në kuadrin rregullator të këtyre sistemeve. Ashtu siç ndodh me transfertat në lek, edhe rregullatoria për transfertat në euro do të stimulojë përdorimin e kanaleve elektronike për kryerjen e transfertave, duke parashikuar komisione të përgjysmuara për veprimet që kryhen nëpërmjet këtyre kanaleve. Komisioni minimal që bankat mund të aplikojnë për transfertat kombëtare në monedhën europiane të kryera nëpërmjet e-banking nuk mund të jetë më i lartë se 2 euro, ndërsa totali i komisioneve për çdo transfert me vlerë deri në 100.000 euro të kryer me e-banking nuk mund të jetë më i lartë se 0,01% e vlerës së transferuar. Thënë ndryshe, për shumën maksimale të këtij tavani 100.000 euro, komisioni për pagesat elektronike do të jetë maksimalisht 10 euro. Ndërkohë totali i komisioneve për çdo transfert me vlerë deri në 100.000 euro e kryer në deg në formë letër nuk mund të jetë më i lartë se 0,02% e vlerës së transferuar.